Të dashur miq të televizionit Nova Studio hapur në gjuhën shqipe, përshëndetje edhe këtë javë. Jemi edhe me një emision të radhës ku do të trajtojmë aktualitetet politike, ku për fat të keq kriza politike vazhdon të jetë temë aktuale këtu në Maqedoni. Për të bashkëbiseduar në këtë temë, sot kam të ftuar ish deputetin dhe analistin politik dhe njohësin e mirë të çështjeve politike, zotri Zudi Xhelili. Zotri Xhelili, mirë se na erdhe. Mirë se u gjeta. Gjithashtu në anën time të majt kam profesorin universitar dhe njohësin e mirë të çështjeve politike, zotri Qashif Bakiu. Zotri Bakiu, mirë se na erdhe. Mirë se u gjeta. Mirë, po këto nuk do t'jenë musafir të vetëm. Do tentojmë që sot përmes linjes Skype të vendosim një komunikim me Tiranën zyrtare, ku do ta presim në linje telefonike, të marrim opinionin zyrtar prej Tiranës nga një gazetar shumë i njohur. Bëhet fjalë për zotri Artur Nuren, një moderator i cili është në televizionin Raport TV. Mirë, po pasit kemi lidhje me Artur Nuren, do të mbojmë me dije nga rreshja, ne do të vazhdojmë debatin këtu me të ftuarit e mi. Zotri Xhelili, tash e 2 vite Maqedonia po vazhdon ta trajton atë problematikën e krizës politike. Tregom se ku jemi tash pas zgjedhjeve. Jemi në një pozicion i cili na jep shpresë për dal nga kjo krizë apo vetëm më shumë po thellohemi ne? Po, fitim për fat të keq Maqedonia është në krizë të thellë politike dhe asesi nuk i duket fundi i kësaj krize, nuk duket, do me tha nuk shikohet zgjedhje. Partitë politike mbas zgjedhjeve të 11 dhjetorit duke marrë verdiktin e popullit, ata duhet edhe të grupohen apo të formojnë koalicione që të formojnë qeveri dhe të formojnë institucionet. Për fat të keq në Maqedoni ka ndodhur diçka që askush nuk ka mund ta parashikoj. Një parti që pretendon se është fituese e zgjedhjeve, edhe pse e mori mandatin nga kryetari i shtetit që të formojë qeveri, duke i respektuar afatet kohore prej 20 ditëve, ata nuk arritën që të bëjnë koalicion për të marrë shumicën e deputetëve që të formojnë qeveri. Dhe simbas kushtetutës, kryetari i shtetit, në rast se partia fituese nuk arrin që t'i bind partnerët tjerë të koalicionit për të formuar qeveri, mandati i takon partisë së ditë fituese, dhe këtu kryetari i shtetit nuk i ndau mandatin partisë së ditë fituese, duke aluduar se partitë shqiptare kanë nënshkruar një deklarat e cila qëse është nënshkruar në Tiranë dhe se ajo deklarat e rrezikon integritetin e shtetit. Për shkak se në atë deklarat, ajo deklarat nuk është, domethënë, e vendit autoktone, por qenka e transportuar nga jashtë. Dhe këtu filloi kriza. Tash këtu filloi kriza apo vetëm u thellua kriza? Për shkak se ne edhe kriza mori një kahje që askush nuk e priste, për shkak se të gjithë menduan se kryetari i shtetit do ta zbatoj, kushtetutën dhe do t'ja ndaj partisë së ditë fituese mandatin që ajo të formoj shumicë parlamentare. Edhe pse partia e ditë fituese Lidhja Social-Demokrate arriti që të formoj shumicë parlamentare prej 67 deputetësh me 3 parti politike shqiptare. Partitë politike shqiptare për herë të parë në historinë e pluralizmit në Maqedoni arritën që të bashkohen, i bashkuan kërkesat e shqiptarëve. Kërkesat e shqiptarëve që janë të definuara në atë deklarat janë të kamoqme. Gjatë fushatës para zgjedhore të gjithë partitë shqiptare u thirrën në këto kërkesa, edhe asgjë nuk është tragjike, as nuk është risi. Zoti Xhelili, pse po thoni të kamoqme? Për shkak se në çdo marrëveshje qeverisëse nuk kemi pa ridefinim ose ndryshim kushtetues ose kërkesa të tjera të cilat kanë dalë, ose të dënohet gjenocidi për Gjenocidi është diçka e re, mirë po shqiptarët rregullisht e kanë përmend edhe gjatë fushatës partitë politike se shqiptarët kanë qenë të diskriminuar
edhe se ndaj tyre është bë gjenocid. Edhe kjo nuk është risi dhe nëse ju kujtohet kishte edhe liqën për lustracion që do me thënë periude e komunizmit, bashkëpunëtorët e sistemit të asaj kohe, po edhe viktimat të asaj kohe duhet të trajtohen edhe të gjitha kohërave. Se ka një rregull, Bashkia Evropiane dhe shtetet e civilizuara me demokraci të zhvilluar, ata kërkojnë nga vendet e Ballkanit Perëndimor që të pastrojnë me të kaluarën, që të kenë një të ardhme më të sinqert, më të pastër. Nëse ne nuk pastrojmë me të kaluarën, me të gjitha gabimet që i kemi trashëguar nga sistemet të ndryshme, nuk mund të ndërtojmë të ardhme më të mirë. Prandaj thash se këto kërkesa janë të kamoqme dhe ende do të vazhdojnë, se shqiptarët është për t'u habit në shekull 21, partitë politike shqiptare të kërkojnë të drejta, anën tjetër partitë politike maqedonase tjenë ata që t'i shqirtojnë ato kërkesa, do t'i realizojnë apo jo. Demokracia nënkupton barazi për të gjithë, demokracia nënkupton vlera të mirëfillta dhe të gjithë qytetarët të jenë të mbrojtur nga shteti, nga ligjet, mos jenë të diskriminuar. Përkundrazi duhet të ketë diskriminim pozitiv. Nëse bëjmë një krahasim vetëm me një shtet fqinj, me Kosovën, që është shtet i ri, ata për ta fituar pavarësinë, kaluan në për shumë situata të ndryshme dhe një nga kushtet që ata të fitojnë pavarësinë ishte që pakicat në Kosovë të trajtohen një lloj si shumica shqiptare dhe nuk kanë asnjë diskriminim. A ne këtu jemi ndoshta me përqindje të parafërt me popullin Maqedonas dhe tash sikur ne jemi qytetar të rendit të dytë, ato të rendit të parë. Ato vetë nuk duhet ta lejojnë një gjë të tillë, meqense Maqedonia pretendon të jetë nesër anëtare e NATO-s dhe Unionit Evropian. Zotri Bakiu, vazhdimisht ju shoh në për debate politike dhe çdo herë keni dhënë nga një porosi shumë, domethënë se shpresojmë që atë ta nxjerrim edhe sot. E përmendi zotri Xhelili që çdo herë shqiptarët në Maqedoni po trajtohen si qytetarë të rendit të dytë. E kemi vendosur ne në këtë pozicion vetveten apo dikush ka pas interes që të na vendosë në këtë pozicion? Problemi lidhur me çështjen shqiptare në Maqedoni lind me vetlindjen e shtetit apo me krijimin e shtetit, do të thotë mos hyjmë ta elaborojmë që nga viti 1943 me mbledhjen e Avnojit, do të thotë ku shqiptarët në nivel të Jugosllavisë diskriminohen edhe përkundër faktit se nga 7-8 popujt konstituiv, respektivisht nga 6 kryesorët dhe 2-3 kombësit, ata ishin populli i tretë për nga madhësia, u lanë do të thotë në nivel të pakicave të tjera të cilët ishin në numra jo relevant. Dhe ky problem reflektoi më vonë do të thotë edhe me krijimin e Republikës fillimisht apo shtetit si njësi federale në kuadër të Jugosllavisë Maqedonisë me mbledhjen e Asnomit, për tu betonuar do të thotë me kushtetutën e vitit 1991. Tash si e curi ky diskriminim ka pasur atë kahjen e vetë duke u thelluar. Nëse marrim do të thotë dokumentet apo aktet normative, kushtetutat e mëhershme, do të vim në përfundim se kjo ngushtohet, hapësira e realizimit të drejtave të shqiptarëve ngushtohet, do të thotë nga periudha e Jugosllavisë deri më tani dhe përjashtim në këtë rast bën vetëm kushtetuta e vitit 2001 apo amandamentet kushtetuese të vitit 2001. Por ajo që është më e rëndësishme dhe që është më thelbësore, diskriminimi i shqiptarëve është bërë mentalitet, është bërë praktik e përditshme, është bërë e gjen në çdo qelisë të jetës së përditshme. Jo vetëm në raportin shtet-qytetar, jo vetëm në raportin institucion qytetar. Ne gjithë ditën mund të sjellim ligje, mund të sjellim akte të ndryshme nën ligjore me të cilët do të tentojmë, do të thotë, të përmirësojmë pozitën e shqiptarëve në Maqedoni. Por, kur them se ajo është bërë mentalitet, vetëm një segment le ta kapim, përfaqësimin adekuat.
hyni në tetov, hyni në banka, hyni në institucionet të tjera të cilat janë të natyres private. Dhe do e shifni në një qytet, në Gostivar, në qytetet në cilat janë 70-80%, komune 70-80% shqiptarë, ku gravitojnë qindra mijë shqiptarë, gravitojnë dhe do i shihni sportelet plot me Maqedonas ku do duhet shumë të kërkoni do tot për të gjetur një shqiptar brenda saj. Çfarë hyni në biznes, shihni shpërndarësit e produkteve të ndryshme. Shqiptar është vetëm shitsi, ai i cili ka hapur atë dyqanin atje te lagja dhe ai i cili bën atë shërbimin e fundit. Do thotë kjo ka hyrë gradualisht. Shihnin federatën e futbollit, shihni federatën e handbollit, basketbollit, e kështu me radhë. Do thotë janë gjëra të cilat po pikërisht, të cilat janë shtresuar dhe sot kemi ardhur në një situatë që qytetari i Maqedonas e përjeton hyrjen e një shqiptari në kuadër të një ndërmarrje në sektorin privat apo një institucioni jo shtetëror, sikurse janë shembull i morëm federatat, e përjeton sikur i merret hisja e tij. Dhe jo rastësisht edhe ky problemi me çështjen e platformës. Çështja e të drejtave përjetohet sikur ne po marrim nga pala maqedone. Kuptoni, do të e drejta e një komuniteti, e njëjta e një bashkësie, e drejta e një grupi, nuk nënkupton marrjen e të drejtës të grupit tjetër. Ky është një koncept shumë i gabuar, ky është një koncept shumë i vjetër që buron do të thotë nga disa shkolla juridike të cilat nuk kanë qasje bashkohore ndaj shkencës juridike, ndaj shkencës politike. Këtu burojnë edhe problemet e tjera të cilët fryn qytetarin të mbushet me atë etnocentrizmin e fuqishëm, me atë egon nacionaliste e cila i çon deri në faza ku ai nuk mund të veprojë qartë. Po psi vjen deri te kjo? Vjen deri te kjo nga fakti se ai gjatë gjithë kohës nuk jeton në jetën reale, ai jeton në jetën respektivisht në realitetin e manipuluar, jeton në realitetin e imponuar nga ana e mediave, nga ana e elitave politike, nga ana e gjithë spektrit i cili vepron, i cili e ka sjellur do të thotë pozicionin e shqiptarit si rrezik jo vetëm në shtet, si rrezik jo vetëm në institucion, jo në ekipin e futbollit, por si rrezik edhe në jetën e atij qytetarit të palës tjetër. Zotri Xhelili, pikërisht këtë që tha zotri Bakiu, nëse dëshirojnë, do thotë edhe maqedonësit, edhe gjithë etnitetet tjera, do thotë të ndjehen të barabartë, ne duhet i gëzojmë të drejtat. Jo të presim dikush na japë diçka. Për çka se ato drejta janë në baza kushtetuese, janë të garantuara për çdo qytetari. Tregom, do thotë, po më intereson roli politike i partive politike shqiptare tash pas zgjedhjeve. Si ka qenë ai manovrimi politik, si ka qenë veprimi i tyre politik, si mund ta konceptojmë, me çfarë note do të kishim e vlerësuar veprimin e gjitha partive shqiptare. Partitë politike shqiptare thash edhe më parë, për herë të përveç platformës, do thotë. Për herë të parë ata pasi që rezultatet ishin të tilla, për herë të parë u detyruan që të grupohen për t'i realizu kërkesat e popullatës shqiptare. Partitë shqiptare sillen në mënyrë shumë korekte. Ata organizuan triza për t'u ullë, për t'a shqirtu mënyrën e bashkëpunimit me dy partitë tjera të bllokut politik maqedonës. Edhe pse paraprakisht kur filloi kriza, partitë shqiptare që ishin në atë kohë njëna në qeveri dhe tjetra indirekt, bashkëpunonte me qeverinë, nuk ishin të ftuara në Bruksel në takimin e parë, që i ulën dy partitë më të mëdha maqedonase. Ati u vret një farë anashkalimi, mirë po ishte ndoshta faj tire që nuk u faktorizuan, nuk kërkuan që ato takime asesi të mos zhvillohen pa pjesëmarrjen e partive shqiptare. Pastaj takimi ditë u mbajt në Shkup dhe partitë shqiptare vazhdimisht morën pjesë në ato takime dhe arritën edhe marrëveshjen e Përzhinës.
Mbas zgjedhjeve, përsëri më duket shumë normale që partitë shqiptare sillen të matura, kërkuan dhe kërkojnë ende që transformimi i pushtetit të bëhet pa dhunë, të bëhet në mënyrë demokratike, që definitivisht vendi të ketë parlament dhe të formohet edhe qeveria. Për shkak se kjo krizë e vazhdueshme ka filluar krijoj një nervozizëm, një pasiguri edhe të qytetarët. Pastaj, kjo krizë e vazhdueshme do të reflektohet shumë në aspektin ekonomik, për shkak se ekonomia nuk mund të mbijetoj gjatë në kriza të thella politike dhe do të kemi pasoja shumë të mëdha nga gjithë kjo situatë. Dhe prandaj mendoj që përcaktimi i partive shqiptare që të koalicionojnë me lidhjen social-demokrate ka qenë për shkak se lidhja social-demokrate është zotuar se do t'i realizoj të gjitha kërkesat e shqiptarëve dhe se do të formojnë një qeveri reformatore, e cila qeveri për të gjithë qytetarët do të ofrojë barazi të plotë, dhe se nuk do të ketë më diskriminim në baza etnike, dhe se shqiptarët si popull autokton në Maqedoni është reale, është evidente se ne jemi pjesë shtet formuese e këtij shteti dhe nuk mund të ikët dhe nuk mund të zhagitën proceset demokratike vetëm e vetëm që shqiptarët mos e marrin hisën e vet në këtë shtet. Sa më parë që dikush do të vetëdijsohet dhe do t'i pranoj shqiptarët si partner shumë të barabartë, edhe në ndarjen e detyrave, edhe në marrjen e obligimeve, kështu që aq më parë do të dilet edhe nga kjo situatë e pa perspektivë për vendin, dhe ndoshta shqiptarët janë kontribuesit më të mëdhenj për ruajtjen e paqes, janë kontribuesit më të mëdhenj për orientimin që duhet ta merr Maqedonia. Anketat që janë bë nga më parë, po edhe tash në kohë të fundit, shqiptarët janë me një përqindje shumë të lartë të përcaktuar pro vlerave perëndimore, pro NATO-s dhe Unionit Evropian. Zotri Bakiu, e deshta do thot nga Zotri Xhelili ta marr atë përgjigjen e cila më interesonte, do thot se si ka qenë roli i partive politike shqiptare tash pas zgjedhjeve. Kemi pa do thot një mos unifikim të tyre rreth platformës së pari, do thot kush ta sjell atë platformë, ku të sillet ajo platformë, kush të thirrat mbledhjen e partive politike. Pastaj kishim mos koordinim rreth kreut ose kandidaturave për numrin 1 të parlamentit. Bodia nxori kandidat, LRPDSH-a thoshte se ka marrë një premtim për një pozicion të tillë, nga ana tjetër Besa propozonte kandidat tjetër, PDSH-a nga ana tjetër nuk pranonte platformën. Duket një konfuzioni tek partitë politike shqiptare? Ja, në shoh pak më ndryshe këtë problem, sepse çështja e platformës dhe çështja e ndarjes së pozicioneve duhet vështruar nga dy pozicione. Nga dy pozicione sepse platforma apo deklarata paraqet, se jam mësuar ta themi si platformë të imponuar nga media të ndryshme, deklarata e partive shqiptare paraqet një akt në të cilin partitë politike shprehin vullnetin për çështje të caktuara, të cilat kryesisht do të thotë ishin të marra nga apo mos të themi ishin të përbashkëta, pika të përbashkëta nga programet e tyre zgjedhore, nga platformat zgjedhore. Ndërsa, kur jemi do të tek çështja e pozicioneve, ajo tashmë hyn në kalkulimet ndërpartijake për respektivisht marrëveshjet konkrete që bëhen me partnerët të palës maqedonase. Kështu që do të thotë janë dy elemente të ndara. Tash, ndoshta jemi pak edhe ne subjektiv në këtë rast, kur themi se për herë të parë, por duhet të thuhet, megjithatë, partitë shqiptare, tek partitë shqiptare shohim një element edhe pse i zbeht, po element përgjegjësie ndaj qytetarëve dhe ndaj asaj të cilën kanë ofruar për qytetarët. Sepse deri më tani, nga zgjedhjet e vitit 90 ishin 91 të parët,
do të thotë para shpalljes pavarësisë, nga paraqitja e pluralizmit, partitë shqiptare në Republikën e Maqedonisë nuk kanë mbajtur as përgjegjësinë më të vogël për atë të cilën e kanë premtuar dhe çfarë kanë realizuar. Dhe për herë të parë, do të thotë kemi një shprehje të vullnetit nga ana e elitave politike për atë se çfarë kanë premtuar, duke vënë një vijë nën të cilën nuk mund të kalohet. Le të hyjmë pak brenda tek platforma. A është ajo e cila do e zgjidhte problemin e shqiptarëve? Jo. Unë i takoj asaj, sepse do të thotë për këta 27 vjet, aq shumë janë grumbulluar problemet, sa që me 6 apo me 7 pika nga platforma nuk zgjidhen problemet e shqiptarëve këtu. Dhe kjo është një minimum i cili, tash unë duhet të them, partitë politike shqiptare janë treguar pragmatik në këtë rast me realitetin politik, duke marrë parasysh se nuk mund të arrin të kenë, do të jenë pjesë e një shumice parlamentare e cila do i zgjidhte problemet të cilët i takojnë natyrës, do të thotë me ndryshime kushtetuese dhe jo vetëm ligjore, për atë do të thotë janë përcaktuar për këtë mënyrë do të thotë të zgjidhjes. Tash ndërsa sa i përket përgjigjes të cilën ata marrin nga pala tjetër, unë do kisha thënë se qëndrimi e VMRO-DPMNE-s tashmë është i qartë, a është artificial, a është i natyrshëm, ngelet për të diskutuar, edhe pse unë mendoj se është artificial, duke u nisur nga fakti se VMRO-DPMNE-ja fillimisht i pranoi këto kushte të deklaratës, pastaj do të thotë reiterojnë këtë drejtim përveç prokurorisë speciale, pastaj reiterojnë. Ndërsa tek LSDM-ja u krijua një bindje, ajo bindje që na mori me do të thotë 50.000 apo 60.000 vota nga elektorati shqiptar, se LSDM-ja është ajo e cila do e zgjidh problemin e shqiptarëve në Maqedoni. Shihni, koncepti i VMRO-s, i LSDM-s, është koncepti i vitit 91, kur Gligorovi bashkarisht do të thotë me Forçkovskin, me Popovskin, me Stojan Andovin, bën aktin më të lartë normativ në të cilin pozicionin e shqiptarëve e sjellin në nivelin e të drejtave qytetare, građanski prava, građanska država, apo shteti qytetar. Ky nivel i zbritjes së të drejtave të shqiptarëve, jo që nuk i knaq, ki do na buroj, do na nxjerr probleme shumë probleme të tjera, sepse këtu shqiptari nuk ka probleme qytetare. Shqiptari ka probleme etnike, nuk realizon të drejtat e tij qytetare, të drejtat e tij nacionale. Tashmë, me realitetin e fundit, realiteti i fundit vjen në shprehje edhe të drejtat qytetare, tashmë edhe të drejtat universale ranë në pikpyetje të madhe, siç është e drejta e zgjedhjes, e drejta e votës. Vetë fakti që VMRO-DPMNE thotë se me votat e shqiptarëve nuk mund të bëhet qeveri, respektivisht vetë ajo oferta urdhëro deputetët e mi bëni qeverin lej këta anësh, ajo tregon se shqiptarit i mohohet edhe e drejta qytetare. Por ajo është një temë tjetër. Ideja është do të thotë se taktizim politik. Taktizim politik për shkak që di që nuk do të pranohen ato. Taktizimi politik është pjesë e hyrjes në krizë, e thellimit të krizës. Por kur jemi te kriza politike, e cila është po zhvillohet do të thotë për një periudhë më të gjatë, edhe këtu do të thotë duhet pasur dy momente. Unë mënyrën e luajtjes së VMRO-DPMNE-s e shoh do të thotë si një mungesë kulturës politike dhe bindjes ndaj ligjit, por nga ana tjetër duhet pas parasysh edhe elementi tjetër që është mungesa e vullnetit dhe guximit nga ana e LSDM-s për ta zgjedh problemin. Elitat politike, apo liderët politik, përveç sensit të ngjeljes së situatë të ruajtjes së raporteve ndërmjet partive, duhet të kenë edhe sensin e guximit për t'i zgjedh problemet. Shihni, është shumë e rëndësishme do të thotë mënyra se si vepron Zoran Zaev dhe LSDM. Gjatë gjithë kohës tenton që
e tenton dhe e luan atë lojë që problemi të vazhdoj të jetë ndërmjet VMRO DPMNE-s dhe shqiptarëve. Ndërmjet grupit revolucionit bla 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 dhe shqiptarëve, dhe në asnjë moment në këtë raport nuk kyç asnjë grup, asnjë target të LSDM-s i cili do ta prishte këtë raport kushtimisht armiqësor, artificial apo natyral. Që kjo është ideja. Ideja është do të thotë që le të vazhdojë ajo përplasja e cila ka ekzistuar, mos ta kemi përplasjen ndërnacionale, edhe pse problemi në këtë rast nuk është ndërmjet shqiptarëve dhe maqedonasve. Problemi është shumë i thjeshtë ndërmjet vetë maqedonasve, ndërmjet vetë grupeve maqedonase. Dhe mendoj se në këtu mungon ai guximi, pse duhet thënë shumë qartë, edhe është thënë edhe më herët. Rregullat demokratike janë shumë të qarta. 67 deputet janë shumicë dhe jashtë kësaj ne ndryshojmë jo modelin, ne ndryshojmë sistemin. Në moment, sepse tash nuk është problemi se nuk mund të zgjidhet qeveri me 67 deputet. Nesër, çfarë do ndodh nesër për qeveritë e ardhshme nga kjo praktik? Çfarë praktikash të reja do na dalin? Nesër mund vi situata që edhe një parti me 75 deputet apo një koalicion me 75 deputet mos mund të krijoj parlament. A do kalojmë në sistem presidencial? A do kalojmë në monarki? Në çfarë? Sepse mënyra se si veprohet do prodhoj efekte, do gjeneroj efekte të reja. Shumë e qartë. Zotër Xhelili, tash po shohim do thotë është kriju e thamë atë shumicën parlamentare për 67 deputetëve, nga ana tjetër është VMRO-ja dhe kemi ardhur në një pozicion pat, ashtu ta quajmë. Do thotë ku nuk kemi se çfarë të lëvizim. Nga do që do të lëvizim, do thotë janë rrugët e bllokuara. Çka më tutje? Këtu në fillim është bërë një gabim në mbledhjen konstituive të parlamentit, është dashur që me mbledhjen të udhëheqë deputeti më i moshuar, dhe asesi mos i lejohet që ish krye parlamentari ta udhëheqë mbledhjen, për shkak se tash këta janë të prirur të bëjnë obstruksione dhe e shfrytëzojnë çdo moment, çdo situatë që ju jepet, që të bëjnë obstruksione dhe të pengojnë transformimin e pushtetit. Çfarë nëse nuk do ishte zgjedh deputet kryetari i parlamentit, Trajko Veljanovski? Nëse udhëheqte mbledhjen një deputet më i moshuar, ai atëherë edhe me ligj është e parapame, me rregullore të parlamentit, që deputeti më i moshuar ta udhëheqë mbledhjen konstituive të parlamentit. Dhe në atë moment, në atë situatë nuk do t'i kishte dhënë, nuk do t'ishte kjo mundësi që ai të manipulojë tash me mbledhjet e parlamentit, dhe në pikën e parë ata tash janë në gjendje të qëndrojnë me vite të tëra, duke i replikuar njëri tjetrit. Dhe në emër të asaj se kërkojnë diçka procedurale. Ato kanë mund ta bëjnë do thotë edhe në komisionin për mandate dhe emrime. Po. Mirë po, në atë komision arritën të bëjnë një kompromis, edhe pse Lidhja Social-Demokrate mendonte se shumica duhet ta ketë kryetarin e atij komisioni, përsëri ato patën mirëkuptim dhe ja dhanë partisë më të madhe me 51 deputet që ta udhëheqë atë komision, duke i pas shifrat pastaj me vota. Fjalën e kam se mundësit për bllokim janë në çdo anë. Tash kam pas ato mundësi edhe tjera. Në çdo pikë të hapjes së debatit, kur do të hapet një debat, ato mund të paraqisen. Se do të thotë ato tash kërkojnë si me metoda destruktive ta pengojnë punën e parlamentit dhe në atë mënyrë edhe formimin e institucioneve. A ka rrugdalje? Unë mendoj se ka rrugdalje dhe duhet së shpejti shumica parlamentare të marrin të thirrin një mbledhje 3, ku ata do të udhëheqin me mbledhje dhe ku ata do t'i propozojnë komisioni për emrime dhe mandate, do propozojnë një emër për krye parlamentar. Dhe nga ai moment kur zgjidhet kryetari i parlamentit, fillon me punë, domethënë institucioni ligjdhënës, dhe në një mbledhje tashme edhe
të votohet edhe përbërja qeveritare. Kryetari i Komisionit për Emrim, i cili sipas jush do thotë duhet thirrat mbledhin për të propozuar një emër, do thotë është i vëmëro të pëmënes. Do thotë prap bim të ajo po ai është i mirë, po aty ka dhe mekanizëm tjetër ku ka edhe zavendës kryetar komisioni. I cili ka të drejtë ka po, edhe kanë shumicën 7 deputet janë të shumicës parlamentare, 6 janë të partisë fituese, ashtu me thanë. Dhe kjo nuk do të jetë problem. Nëse ngrihet pastaj procedurë tek gjykata kushtetuese si akt jo kushtetues, do thotë, a mund të bie ajo te gjykata kushtetuese pastaj? Të zgjidhet do thotë një kryetari i parlamentit me iniciativë të shumicës parlamentare dhe pastaj ajo të bie në gjykatën kushtetuese. Ja, për shkak se gjykata kushtetuese i shqyrton landet që kanë të bëjnë me shkeljen e kushtetutës. Nëse shumica parlamentare zgjedhin kryetarin e parlamentit, nuk është shkel kushtetutës, ka shkelje të kushtetutës dhe nuk ka asnjë argument gjykata kushtetuese që ta hudhe atë zgjedhje. Pse nuk e bëjmë pra këtë? Unë mendoj do ta bëjnë ditët në vijim. Unë mendoj se edhe thellohet kriza politike në atë mënyrë edhe më tepër apo? Jo. Unë mendoj se mesazhet që i ka marrë elita politike në Maqedoni nga faktorin ndërkombëtar, të cilët janë shumë të interesuar dhe ato me vite të tëra kanë investuar në Maqedoni dhe në Ballkanin Perëndimor, për shkak se të gjithë këto shtetet e vogla nuk kanë kapacitete që as ekonomike, as sigurie që vetë të mbijetojnë, edhe janë zotuar këto shtete se do t'i takojnë unioneve apo aleancave, siç është Aleanca Veriatlantike, për shkak se ju duhet një mbulesë. Këto nuk kanë aftësi asnjë shtet që vetë të mbijetojnë aspektin e sigurisë dhe çdo lider apo çdo politikan i cili është i vetëdijshëm dhe me vite të tëra janë trajnuar që t'i ndjekin këto procese, këtë rrugë të zhvillimit, për shkak se nuk shoh rrugë tjera. E vetmja rrugë me perspektivë për shtetet e Ballkanit Perëndimor, po edhe për Maqedoninë është antarësimi në NATO dhe në Unionin Evropian. Atje ku ka vlera civilizuese, atje ku ka treg, atje ku ka perspektivë, atje ku ka zhvillim. Ne ende thithim jetën nga IPA fondet, nga fondet e Unionit Evropian dhe shumë projekte realizojmë edhe nga institucionet ndërkombëtare, siç janë institucionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nëpërmes USAID-it, NDA-s e kështu me radhë. Dhe nëse ato me vite të tëra, këtë region, duan ta shohin si pjesë e një tërësie, ku të gjithë do të jenë, faktikisht do t'ju jepet mundësia që të zhvillohen normal, që jetojnë normal, nuk ka gjasa që dikush tash t'i ikë kësaj rruge. Kjo që e bën, domethënë, VMRO-ja dhe një elitë politike e VMRO-s është diçka tjetër. Ata platformën e partive shqiptare me lehtësinë më të madhe e pranuan përveç kushtit që të gjykatës speciale. A gjykata speciale u formua si rezultat i aferës së përgjimit, ku me të vërtet po të ndodhte në një vend tjetër evropian, në një vend ku demokracia është e zhvilluar, vetëm një aferë vogël korruptive do ta kishte detyruar kryeministrin të largohet nga skena politike. A këtu dolën në sipërfaqe afera shumë të mëdha, kriminalitet shumë i madh, edhe tash edhe pse ato e votuan gjykatën këtë prokurorinë speciale, tash ma vonë kuptuan se ajo prokurori speciale do t'i procesuaj lëndët që kanë të bëjnë pikërisht me ata dhe këtu ata tash bëjnë obstruksione dhe qëllimi vetëm është, sa kam arri unë ta kuptoj, ato edhe në bisedime me lidhjen social-demokrate, edhe në bisedime me faktorët ndërkombëtar, kërkojnë amnesti, kërkojnë shpëtimin e vetës ajo të shtetit. Do me thonë, kjo vlen për Gruevskin dhe për të gjithë. Din të thuan në për tubime raft Macedonia, raft shteti, raft populli, kur kërkojnë vota për të qeverisë, dhe tash leçkatrohet Maqedonia, leçkatrohet shteti për të shputuar në kokën, kjo nuk është korrekte. Dhe unë kam menduar se vetdia
të populata maqedonase do të dominoj, që ata vetë të distancohen nga politikanët e tillë dhe të japin, domethënë, shtetit për krahje që del nga kjo krizë e thellë politike. Zoti Bakiu, do thot pikthehemi prapë kësaj pyetjes, do thot ku e shihni ju, do thot mënyrën e daljes nga kjo krizë politike. Sigurisht se parlamenti duhet funksionon, është si primare, do thot shtëpia ligjvënëse, mirë po si modaliteti. Zoti Xhelili përmendi parës gjykatën kushtetuese, besoj se pat idenë se si do duhet të vepron. Dhe është normale që në gjykata kushtetuese duhet të marrë parasysh argumentin kryesor se 67 deputet, apo edhe 61 deputet, do votojnë kryetarin e ardhshëm të parlamentit, apo qeverinë e ardhshme, dhe do të prononcohen se është akt kushtetues. Unë nuk e besoj këta. Sepse nga e kaluara kemi vërejtë se çfarë vendimesh skandaloze ka sjell kjo përbërje e gjykatës kushtetuese. I fundit ishte cilin e rrëzoi edhe Strasburri, rasti 24 dhjetorit me gazetarët, ku gjykata kushtetuese tha se do të u prononcua se nuk janë thyer të drejtat e gazetarëve, ku gjithë bota e pa se si nxirren gazetarët nga parlamenti me dhunë e kështu me radhë. Do thotë për atë edhe plot vendimet të tjera. Kemi vendimet për shkupin 2014. Sa e radhe për punën e parlamentit dhe kam fjallën se bëhet fjallë për një institucion ligjidhënës që gjykata kushtetuese nuk do të mundet kaq lehtë si për rastet të veçanta, rast gazetari, për shkak se këtu një shumicë parlamentare nuk gjykohi gazetaria në atë rast, gjykohi liria e shprehjes, një vlerë shumë e rëndësishme. Po, e dini pse, nuk kam iden do të ta kundërshtoj atë që thonin, edhe ju e përmendët vetë paraprakisht. Në vende, në demokraci të zhvilluara, këto çështje as nuk mund të diskutojmë. Sepse kërkush nuk mund të diskutoj vullnetin e qytetarit. 61, mirupafshim, s'ka njësi matëse tjetër, do të thotë që mund të arzoj këtë element. Por, ne dëgjuam se si mënyrën se si zgjidhen gjykatësit në këtë shtetë. Ne dëgjuam se si... Kjo është hezitimi i shumicës parlamentare pëse nuk shkon në këtë veprim të cilin e thotë... Kjo në le do të kuptojmë se të mendojmë dhe mos kemi besim. Qytetari është veprimi vetëm për shkak se presidenti është deklaruar haptas disa herë se nuk do të shfrytëzoj të drejtën e tij, e cila është e drejtë formale, nuk do të shfrytëzoj t'ja jep mandatin partisë së ditë për shkak se sipas tij këtu tash rrezikohet integriteti i shtetit, qinse një deklarat që është hartuar në një shtet fqinj. Zoti Xhelili, nëse këto nuk po e bojnë këtë veprim, shumica parlamentare, do thotë këto kanë një drojd, kanë një hezitim, do thotë pse nuk e bëjnë këtë, për shkak se kanë ndoshta edhe informacione se ajo do t'ju bien në gjykatën kushtetuese, atë të cilin po e thotë edhe... Jo, por atë unë mendoj se shumica parlamentare deri tash kanë ofru, do me thënë, kanë dhënë një shans, kanë dhënë pak kohë, edhe populatës, edhe atine demonstruesve të manipuluar që me çdo kusht mundohen të nxisin incidente, që të qetësohen shpirtrat dhe transformimi të bëhet pa dhunë. Mirë po, kjo nuk do të jetë pa kufi, për shkak se nuk mundet një pakic ta mbaj peng tërë shtetin dhe të gjithë qytetarët e Maqedonisë. Zoti Bakiu, pikthehemi modalitetit, do thotë se si duhet dalim nga kjo krizë. E shihni, do thotë, në horizontin tuaj, do thotë ashtu në ndonjë farë zgjidhje apo në interes të shikuesit, do të thotë, unë e kam thënë edhe herë të tjera nga studio të tjera. Në një vend ku një hapësirë ku nuk funksionojnë rregullat, është e vështirë, apo imagjinata e çdo individi është e varfër për ta parashikuar se si do... Ne I kemi thënë deri më tani të gjitha mekanizmat se si mund zgjedhen. Mekanizmat janë ata që I fola unë deri tash, që I foli zotri Xhelili, që I kanë folë të tjerë. Do të thotë mekanizmi kryesor këtu dihet, shumicë, kemi shumicë dhe u kry. Faktori ndërkombëtar është shumë I kujdesshëm dhe na jep mesazhe shumë të qarta për sa I përket zgjedhjes së krizës.
Mesazhe të qarta të cilët nuk është e rëndësishme për faktorin ndërkombëtar se cila do jetë shumica. E rëndësishme është nëse duam të jemi pjesë e rendit ndërkombëtar. Nëse synojmë të hymë të integrohemi në NATO dhe në Bashkimin Evropian, duhet t'ju përmbahemi rregullave universale. Parimeve kryesore. Ndërkaq, vetëm ta përfundoj. Ndërkaq, imagjinoni tash ndaj këtyre thirrjeve, ndaj këtyre vizitave, një faktor politik ju përgjigjet me një seriozitet shumë të madh. Imagjinoni tash ndihmës zëvendës sekretari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës vjen këtu dhe presidenti Ivanov thot unë nuk mund të atakoj se kam takim në Demirisar. Thot kjo është një përgjigje jo serioze ndaj një partneri strategjik, ndaj një partneri i cili sa herë që ky shtet ka qenë në krizë, i ka ofruar ndihmën si financiare, ndihmën politike, ndërmjetësuese, kështu me radhë, do thotë, dhe vazhdon të jetë për krahës më i madh i Maqedonisë në të gjitha proceset. Ju kujtohet procesi për integrim në NATO, presionin më të madh që e kishte atëherë pala greke, ishte pikërisht nga SHBA-t që ta zbus qëndrimin e saj që të hyjë në vendit të integrohet në NATO e kështu me radhë, dhe ju ja ktheni dhe dikush do thotë merr guximin t'ja kthej. Shihni, jo vetëm Shtetet e Bashkuara, por edhe Bashkimi Evropian. Komisioneri Han ishte shumë i qartë. Në Unionin Evropian nuk ka më tolerancë, është paraqitur jo tolerancë për Maqedoninë, tek autoritetet konkrete do të thotë të cilët merren, sepse nuk do të merren në pafundësi me problemin a do zgjidhet një qeveri, as do zgjidhet një qeveri. Tash problemi tjetër është se Evropa ka të lëshë tjera. Shihni, një pjesë e programeve të cilët janë qoftë nga IPA fondet, qoftë nga fondet e Unionit Evropian, ato mekanizmat e ndihmës për reforma e kështu me radhë janë ndërprerë në Maqedoni. Dhe nuk po funksionojnë, edhe pse i kemi projekte të miratuara, nuk janë duke u zhvilluar një pjesë. Nesë mund ndodh gjithë, nesë mund të ndërpritet edhe liberalizimi i vizave. Shihni tash, le të bëjmë një paralele. Kosova, elita kosovare është në gjendje, një pjesë e elitës kosovare, t'i fal territor Malit të Zi, t'i fal, nuk e di sa mi hektar atje, vetëm të marrë liberalizimin e vizave, ndërsa këtu në Maqedoni nxjerrim probleme të paqena, të cilat mund në qojnë jashta liberalizimit, të cilat mund në vendojnë sanksione, kështu me radhë. Sanksionet kur të vendojnë nuk i kapin elitat politike, sanksionet e kapin qytetarin, popullatën e thjesht. Dhe për atë du të thotë, dalja nga kriza është shumë e thjesht. Dhe në këtë rast është se duhet të mbizotëroj, në rast parë të mbizotëroj ndjenja shtetërore, shtetdashse. Në momentin që elitat politike nuk e duan shtetin, atëherë nuk mund të flasim as për vullnet, as për asgjë. Ky është elementi kryesor, përgjegjësia ndaj shtetit e elitave politike. Zotëri Xhelili, edhe ndoshta edhe pyetja fundit, kjo tash siç e përmendi edhe zotëri Bakiu, presim do thot me 1 maj zëvendës ndihmës sekretarin amerikan Hojtli për një vizitë zyrtare këtu në Maqedoni. Çka mund të presim, çfarë porosi mund të na japë State Departamenti amerikan përmes Hojtli? Unë mendoj se kjo vizitë mund të jetë edhe vendimtare, për shkak se mesazhet e deri tanishme kanë qenë që formoni qeveri, të i kaloni interesat individuale ato partijake në dobi të shtetit, në interes të shtetit. Dhe situata nuk është aq e komplikuar sa e komplikojnë disa subjekte. Kryetari shtetit ka qenë ai i cili e ka komplikuar tej mase këtë situatë, se po t'ishta e një pushtetës i vërtet dhe do t'i kishte ullë partit politike, do t'a kishte respektu kushtetutën,
dhe do të kishte dalë vendi nga kriza. Mirë po me qenë sa ajo është marionetë e një partije e cila kontribon që të thellohet kriza, atëherë ndodh kjo që ndodh. Dhe ardhja e ndihmës sekretarit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Hoyt Lee, është një shpresë për të gjithë se Maqedonia definitivisht do të gjejë rrugën e daljes nga kriza. Edhe ma herët, praktika ka treguar se përfaqësuesit që vinë nga Unioni Evropian janë ma tolerant, janë më të... Mirë, po kësaj herë se pas jush do të vinë me porosit të qarta dhe më strikte? Me porosit të qartë e cila unë mendoj do të ofrojnë zgjidhje. Dhe se kështu nuk mund të vazhdohet. Kjo është një situatë status quo, një pat situatë e cila çdo ditë ngulfatet sistemi i funksionimit të shtetit. Kishte do statistika se traumatizon qytetarët. Domethënë kjo ndikon edhe në shëndetin e njerëzve në shtet. Mos flasim për ekonominë, mos flasim për perspektivat, edhe mos flasim për atë se sa të rije braktisin vendit. Nuk shohim, kjo është një farë mbyllje në vetvete, vetëm e vetëm për interesat të ngushta. Dhe unë mendoj shumë lehtë nëse ka vendosshmëri dhe ka seriozitet nga ata që na vizitojnë. Cilat sipas jush do thotë porosia e amerikanëve do të jetë që të formohet një qeveri e shumicës ose një qeveri teknike sa për dalë prej kësaj krize apo kjo shumicë parlamentare është e brisht, është një shumicë prej 67 numrash dhe kjo është e mjaftueshme për të formuar institucione. Mirë, po jo funksionale. Mirë, po kjo nuk do të ishte afatgjate. Dhe të gjithë ne kemi ditë se kjo mund zgjasë 1 vit, 2 vite. Dhe Maqedoni ka edhe probleme të tjera, kështu që mund t'i ofrohet, mbasi të formohen institucionet, mund t'i ofrohet edhe një qeveri e zgjeruar, e cila qeveri e zgjeruar do të realizone detyrat të caktuara, mund të ketë ndryshime kushtetuese për shumë arsye, për shkak se Maqedonia ka probleme edhe me fqinjin verior, me Greqinë për shkak të emrit, dhe ajo çështje duhet zgjidhet, që Maqedonia njëherë për gjithmonë me ndrimet kushtetuese të hapë rrugën edhe drejt integrimeve në NATO. Qeveria e shumicës nuk do të ketë guxim këto ti preke këto çështje. Zakonisht i prekin qeveritë e shumicës. Nëse kujtohet në 2002-shin, por çfarë ajo do të ketë më shumë do thotë një rol sa për ta nxjerrë vendin. Jo, ajo nuk ka qeveri teknike. Qeveria e shumicës është të gjithë partitë politike formojnë qeveri që ti tejkalojnë të gjithë problemet që ekzistojnë në shtet, edhe ndrimet kushtetuese, që mos e marrë përgjegjësinë vetëm një parti. Nëse bëhet me dëshirë të partive, mirë, po kjo qeveri e shumicës nëse bëhet me presion. Asnjëherë ato ndryshime nuk janë bërë me dëshirë. Nuk bën me dëshirë, ato janë situata të imponuara. Domethënë, sa herë që ka kriza, është një mundësi që barën ta marrin të gjithë për të zgjedhur problemet. Unë edhe mbas zgjedhjeve menjëherë kam shkruar në një status se meqense se pikat e deklaratës politike të partive shqiptare, disa prej tyre, kërkojnë ndryshime kushtetuese. Lidhja Social-Demokrate ka shpreh dëshirë që t'i realizojë ato, mirë për në kuadër të ligjeve ekzistuese, që nuk është e mjaftueshme. Atëherë unë kam thënë se VMRO-ja do të kushtojë, do të bëj pengesa në transformimin e pushtetit dhe në një periudhë këto do t'i ulet dikush dhe marrëveshja do të jetë kjo, të formohen institucionet për një kohë të caktuar, pastaj nëse ju doni zgjedhje të reja, urdhëroni në një qeveri të zgjeruar, t'i bëjmë ndryshimet të duhura kushtetuese, që njëherë për gjithmonë Maqedonisë t'ia pastrojmë rrugën për në të ardhmen për integrimet euroatlantike. Zoti Bakiu, çfarë porosi mund të presim? Zakonisht do të thotë nga përfaqësuesit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës jemi të dihet mënyra se si i qasen problemeve, përderisa përfaqësuesit e Bashkimit Evropian janë më këshilldhënës, më liberal, diplomatik nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do marrim edhe një herë përgjigjen të cilën e kemi marrë edhe në krizat të tjera.
Çështja e parë unë mendoj se do jetë institucione funksionale. Institucione funksionale dhe atë të cilën po na thonë gjatë gjithë kohës se duhet të ketë pushtete të ndara. Pushtet legislativ, ekzekutiv dhe gjyqësor. Nëse do kishte funksionuar kjo, të cilën na i kanë tërhekur vërejtjen shumë më herët, po të kishin qenë pushtetet e ndara, nuk do kishte ardhur të kishin funksionuar si të ndara, nuk do kishte ardhur do të thotë deri tek problemi i cili ka ardhur tash. Nëse kishim pas pushtet gjyqësor të pavarur, nëse kishim pas legislativin e pavarur, çështja e ekzekutivit më bie në situatën respektivisht është në duart e legislativit. Dhe problemet të cilët janë paraqitur nuk do ishin. Tash, do ndalem edhe njërë tek elementi i zgjidhjes së krizës me këtë shumicë, kushtimisht shumicë të cilën e ka siguruar Zoran Zaev. Zgjedhje të parakokshme. Unë nuk mendoj se do ketë zgjedhje të parakokshme, nga fakti se nëse 67 deputet nuk janë funksional, atëherë përse duhet mbahen zgjedhjet? Përse do mbajmë zgjedhje? Lind pyetja, me qënë se ka një shumicë. Tash mbajmë zgjedhje derisa VMRO DPMN-ja t'i bëjë 61 deputet? Nuk është ideja, jo. A mund të ketë qeveri të zgjeruar? Qeveri të zgjeruar, unë kam menduar deri vonë do të thotë se nuk mund të ketë, por ama nuk mund të shkojë edhe deri në pafundësi kjo situatë e krijuar. Mbrëm dje do të thotë Zaev deklaroi se deri në 1 maj, deri në ardhjen e përfaqësuesit Hojtli, do të kemi krye parlamentar. Kjo më dha të mendoj se ai e ka marrë mesazhin. E ka marrë mesazhin se duhet, ose do marrësh guximin t'i zgjedhish disa çështje të caktuara, ose do dalë plani B në këtë rast. Edhe pse unë nuk jam i bindur se do ketë plan B. Ndoshta eventualisht një dalje pak më nëse gjithmonë nëse, edhe pse përqindja shumë e vogël, mendoj e besimit në mua, eventualisht do të thotë një qeveri ekspertësh e cila, sepse është fakt, nuk mund të ketë zgjedhje të ardhshme, se kjo qeveri nuk është e aftë të organizoj zgjedhje, por që është më e rëndësishme, nuk është e aftë. Nuk ka besimin tek më shumë se 50% e qytetarëve politikisht aktiv, se kjo qeveri mund të realizoj zgjedhje të lira dhe demokratike. Kështu që me këtë variant mendoj se bie poshtë. Duket se qeveria e zgjeruar apo e ekspertëve si do të shtaquajmë, do të duket si një modalitet më i pëlqyer edhe nga gjithë partitë politike, për shkak se të gjitha janë shpreh disi Nuk është i pëlqyer nga partitë politike, nga partitë e shumicës. Ai modeli i qeverisë është i detyrueshëm dhe vjen në situata të jashtëzakonshme, siç është kjo, domethënë situata të komplikuara, dhe në atë rast të gjithë partitë zotohen për të dalë nga kriza, të formojmë një qeveri të zgjeruar, mirë po me detyra të caktuara, ajo i ka të gjitha kompetencat që të bëjnë ndryshime bile edhe më radikale se sa ndryshimet që mund të i bëjnë një qeveri koalicioni, për shkak se s'duan të marrin bara mbi supet e veta që nesër t'i hupin zgjedhjet. Prandaj këto qeveri të zgjeruara janë më efikase. Qeveria e zgjeruar ndryshoi kushtetutën e 2001-shit. Për shkak se para asaj Stojan Nandovi tha se kushtetuta o Biblje, edhe atë nuk mund të ndryshoj kërkush. Vetëm qeveria e zgjeruar e shumë partive, e të gjithë partive, e ndryshoj kushtetuta. Faktori ndërkombëtar ka qenë i qartë në këtë rast. I qartë, sidomos për elementin e dekriminalizimit. Nuk besoj dhe i ka dhënë përkrahje të plot, si SBA-t, po ashtu edhe Bashkimi Evropian, i kanë dhënë përkrahje pa rezervë Zoran Zaevit dhe Ahmetit, Celës dhe Besës, do të thotë që të krijojnë shumicës që të krijojnë qeveri, sepse nuk besoj në asnjë moment që nga faktori ndërkombëtar do kishin toleruar pjesëmarrje të njerëzve të cilët kanë vepra, respektivisht janë të akuzuar për vepra kriminale nga ana e prokurorisë speciale. Partitë politike tash, nga ana e parlamentare, qeveria e zgjeruar nën kupton, kishte një propozim nga Aleanca për Shqiptarët që
dakord, mund të shkojmë në zgjedhje të parakoshme, nëse Prokuroria Speciale dhe Gjykata Speciale bën kategori kushtetuese. Që do të thotë, çdo gjë lidhet rreth asaj. Po zgjedhjet parakoshme, po qeveri të zgjeruar, mirë, po për mbas disa ndryshimeve, jo tash, unë nuk flas për tash. Tash mesazhet janë të qarta, vendosshmëria e partive politike është shumë e bindze se duhet formohet qeveri, duhet formohen institucion. Sigurisht se mbetën edhe shumë çështje pa u biseduar, mirë po nga regjia më bëjnë të dije se veç më kemi kaluat orarin e planifikuar për debat. Unë sinqerisht ju falenderoj, besoj që kemi dhënë në shërbim të qytetarëve dhe në këtë kontribut të kësaj situate kemi dhënë sado kudo mesazhe të duhura për qetësimin e gjakrave dhe të shpresojmë që Maqedonia të merr atë rrugën euroatlantike dhe të debllokohen proceset e funksionalizimit të shtetit. Ju falenderoj edhe një herë që gjetët kohë dhe ishit mysafir të televizionit. Faleminderit edhe ju. Ndërsa juve shikues të nderuar, ju falenderoj për vëmendjen dhe takim të radhës do t'ju lënë të shtunën e ardhshme me fillim në orat 18, sigurisht me mysafir të tjerë dhe me debate me tema të tjera. Ju falenderoj shumë.